mbroma. Mirë mbroma juve. Knatësi shumë e madhe për mua t'ju pres në studio. Knatësi edhe jona. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit Verona, Hajde të lutem, rehatohemi në studio. Ky është vendi ku do t'uleni. Rehatojuni si në shpinë e juj. Faleminderit edhe ambiente, kanë shumë si në shpinë. Faleminderit shumë. E vlerësoj shumë që erdhët sot. Dhe sidomos që ju kam bashkës, edhe shikuesve po ju thoja që sigurisht jeni të dy emra dhe figura që publiku i nje dhe ju ka parë shpeshherë në dalje televizive, por kështu bashkë m'duket asnjëherë. Jo, se kemi pas rastin asnjëherë. Ka të tjetë edhe një kujtim shumë i bukur edhe për ju, jo veç për mua. Si po ndiheni që jeni bashkë? Keni kështu më me siklet apo? Jo, pak me emocione. Me emocione, janë prezente sigurisht. Jo, absolutisht. Faleminderit për juve, shikuesve televizionit tuaj. Në gjithë stafit i juj. Faleminderit, e vlerësojmë shumë. Thash duke pasur se cili obligimet e veta dhe daljet e tyre në ekran, besoj e përcjellni punën e njëri tjetrit, paraqitjet, kudo që jeni. Kush emocionohet më shumë kush e tjetri në një dalje televizive, ose që jep kështu këshilla, ose merr në telefon sa po e sheh. Tash po besoj babi, një kohë për të. Tash janë tru pak rolet, a? Okej. Si duket Elmira kur e sheh në ekran, në dalje televizive? Po ta them drejtën, prindi, si çdo prind tjetër, jo veç unë si prind, gjithmonë fëmijën e vetë don më shumë se veten. Pastaj është një kënaqësi e jashtëzakonshme për prindin kur e sheh vajzën në prosperitet, në rrugtimet, qoftë ajo shkollore, akademike, qoftë ajo ana politike, të cilën na mosh plot kënaqëri e plot dashuni. S'ka ndjenjë më të bukur, kur e sheh dhe ndiheni krenar. Tha që më herët, tash janë ndru pak rolet Elmira, po më herët ju keni përcjell babin edhe jeni rrit në atë frymën edhe si familje, të qenurit ju një familje e zakon, pra, ju një familje që se ka vëmendjen e masës, kryesisht, si të ka ndiku kjo në rritjen edhe në formimin tënd? Po më besoj që ajo ka qenë baza ku një mësët. Të më thonë, duhe pa babin gjithmonë që së është dërzu asnjëherë, i ka pas shumë sfida, shumë probleme që na kanë rrethu neve si familje, kryesisht për rolin e tij që e ka pas në të kaluamën, po ajo ka qenë baza e me fort, të më thonë me qëndru edhe me shku drejt asaj ku janë synimet edhe ku muj me bo punën mas mire. Edhe këshillat i ka pas gjithmonë kokën lartë, punë shumë, përgjithësinë me marë, po mos më dorëzu asnjëherë. Edhe kështu po besoj që kam rrit deri dikon edhe m'ja plotësu ato që e ka thënë gjithmonë. Gjatë rritjes, prindrit gjithmonë kujdesen që disa tipare apo virtyte që i kanë vetë, t'ja përcjellin edhe fëmijëve. Në këtë rast për ju, zoti Elez, cilat kanë qenë këto, po them, talentet ose dëshirat tua që ke dashur me i pa te Elmira? Tash këto kanë shku faza, më thonë... Vallëzimin ja ke mësuhit? Faza kanë shku. Unë për shembull fillimisht kam qenë solist i baletit në pranë teatrit kombëtar, me pastaj mbyllja e teatrit. Mbyllja e teatrit viteve 90-ta, kur i kisha këta dy fëmijë e vegjël, Emën edhe Yllin, e treta Anita Halas kishte ardhur në jetë. Unë mbyll teatrin me rrugëve, me pastaj shkollimin e tyre, vazhdimin e shkollimit nga fillorja, pastaj në gjimnazin Gjevdet Doda, aktiviteti i sajna si fëmijë atëherë në formën rinor shkollor pranë Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku edhe tani qëndron që jemi na krenar për te. Ka qenë një sfidë e jashtëzakonshme, një rrugtim i jashtëzakonshëm me plot sfida, po nga ana tjetër edhe plot krenari, që na bën neve shumë krenar që kemi. Në cilat momente do me kthy Emën, se po e shoh që po i drejtohesh ashtu. Në cilat momente do me kthy ashtu të vogël si dikur? Me kthy që atëherë kur s'ka qenë shkollë fare. Keni pas gjithë kohën për vete. Ose babi e kam admiru fillimisht si artist baletit, se e kam adhuru në skenë. Dhe gjithmonë i fillojshin ushtrimet në 7 mëngjes. Unë kom qenë e vogël 3-4 vjeqe, po së dhe kujtoj se i di krejt momentet edhe skenat dalin për para, unë u qojsha ma herët, u bëjsha gati, u vesha,
kur do i ke babi me dalë, une me to edhe... Me njerë vazë. Edhe në skenë teatrit të në kohën, dhe me thonë, prej atëherë që është ajo, edhe dashunia për artin, po në njëtë të mënyrë edhe kur ka ndru profesion, ose kur ka ndru rëll, se koha ja ka imponua ato, aja ka qenë edhe një diçka tjetër që atër kemi fillu veç me kuptu se qka është, edhe rritja edhe mosha tjetër. Atë ka bu kjo me të ushqy ma shumë dashnia për artin, për baletin në këtë rast ke vjedh, ato hapa teknika të baletit? Po, se paralel me këta në skenë, unë e me një qështë atje, jo munun ato temen me bo diçka, po atër si fmi kom shku edhe të profesor Dilaver Kryeziu, ka qenë atër ansambli i fmive, edhe tash vazhdo në Pallatin e Rinis, aty e kom kalu edhe feminin time, pas taj në ansamblin akademik të Universitetit Prishtines prap pranë profesorit Dilaver Kryeziu, po baza ka qenë krejt tjetër, baza ka qenë të familja, se familja e babit janë me preor dhe prej Rrugovës, do me thonë edhe ata Agja i babit ka qenë themelusi ansamblit Rrugova, dhe më thonë ansamblit autokton Rrugova. Ku në atje, për moshës 3 vjeqare, kom fillu veç aktivitetin, dhe më thonë 3 vjeqe gjysë kom dalë skin me një recitim aqtë madhë, so ka qenë befasus për gjithë. Edhe kështu që më ka për cilë, nuk jem shkput asë atje, asë këtu. Në festivalin e Orit. Kështu, kam beta ajo dashnia për artin, do me thonë arti është gjithë shka që nga rrethën, veç që nuk dim na me zbërthy, pa ka shumë. Shumë e vërtet. Po edhe politika tash është një loj artin vete. është bo një artin në skene teatrale në të ndrejtën, që vështirë me u zbërthy, edhe pse nga një herë është artist mundshme, s'për që ata. që po dalohen letë. Cila tema ka qenë ema më e lirë, më e hapun me i diskutu me ty? A i keni pas të ndara momentet kur ka qenë më e hapun me nanën, ndoshta në disa raste me ju? Zakonisht, atëre nga mosha e viteve 90 apo folje këndena, kom qenë pak ma i larguar për i fmive për arsye në angazhimit tem në presidencë, edhe ma shumë më marë gruja ime, Mirsadja, më marë me ta, edhe veçanti ajo është një shtyllë e shpise e familje e cila i ka ngrit edhe i ka eduku në formën ku janë edhe sot. Si kjo, si ajo në Amerikë, si ylli që i kom djallin tash punon në Klan Kosova. Jeni shumë e fatë për bashkëshortën që keni pas në krah gjatë gjithë kohës, edhe është mundu që ta zbehat mungesën sa do pak të figurës së babait, e cila në atë kohë, sidomos në periudën që po flisni të angazhimit tuaj në presidencë, e keni ndjerë më ndryshe në shtëpi këtë, apo shikimet e njerëzve, ose pyetjet ndoshta? E kemi ndjerë, po flasë tash personalisht, kom qenë ma e vogël, edhe nuk e kom dit atë shumë edhe rolin që e ka pas, do me thonë normal, njerëzit ose në shkollë, shokët, shoqet, besa dhe arsimtarët, wow, punën për një president, po në regull, po nuk është dit atë shumë edhe roli edhe dominanca që ka egzistu, po me kalimin e viteve e kemi pa dhe na se qka është, do me thonë vitet e para luftës kanë qenë madhë zbeta, po aktiviteti i babit ka qenë shumë i madhë, njëkohësisht ka qenë edhe aktiviteti i nanës, ajo ka qenë edhe antare forumit grus në ndegën e Dardanis, edhe periudën pranë luftës, dhe me thonë, prej vitit 97, kur ka fillu veç lufta në Drenic, neve nga ka ndodhë që asë nane nuk e kemi pasën shpe. Do me thonë, babi një se jo u pajtum, po se kemi pasë asë nanën, sepse kanë qenë aktivitetet që veç forumi i grusi lidhës demokratike ka mujtë me i po. Ka qenë kjo periuda më e vështire juja si fmi? Ka qenë, moj me thonë, periud ma e vështirë, po ka qenë periuda ma e vështira kur kemi dalë prej shpis, kur veç babin erdhen me arrestu, edhe pastaj përfundimi i luftës edhe ardhja në liri. Dhe me thonë ardhja e liris, edhe qajo periuda e mas luftës, moj me thonë që ka qenë fazë shumë e randë. Para luftës, ose në luftë, e kemi ditë prej kujt e kemi ditë që e kemi një armek gjithë, s'pashku, po mas luftës nuk e kemi ditë kënë e kemi armek. Kemi mendu që ka përfundu ajo, po faktikisht, si që din krejt, dhe me thonë nuk është ajo që është veç që ka ndodhë familjen tonë, po ka ndodhë shumë familje, po sa qërisht njerëzve të lidhës demokratike që mas luftën e kemi vujtë shumë. Le që e kemi vujtë luftën me të humbën, me të vramë, me të masakrum, po mas luftën e kemi vujtë shumë. Sepse na veç që jemi këthy me fillu me punu diçka, atër... A ka pas një moment
më specifik, kur jeni friksu shumë për babin? Po, muj me thonë, nështë ta veç një detaj të vogël, presidenti atëre ishte i okupu, ose i kidnapu me thonë, me një fjallë, po qëndrën të shpinë e vetë Velani, edhe babi nuk u bëjkë rahat, gjdo ditë, s'kish informata, u shkëpotën lidhe telefonike, krejt, edhe një më nxez u qua vesh, që shkëshojmë edhe sëtë veç pa je leko në kuq, edhe na, ku po shkon babë, se të na onë, s'kishe ka me livrit, na buk nuk më ishe me dojnë me ble, tha, unë po përshëndetëm, tha me juve këto, tha, nuk e di që do t'jetë këthimi, a do t'kem këthim, as do t'kem, tha, unë po shkoj aty ku e kam detyrën dhe po shkojmë presidencë. Që e ka qenë një moment që na veç, me thonë, unë domë për zgjalli, po ka qenë edhe një moment krenarie, sepse kjo e ka ndje ato që ka vepru. Po fatë mirësisht, është këthy, po me njëherë 2-3 dit, erdhen forcat sërbe edhe... Për Zoti Elezin, nuk ka qenë aq i vështirë ky moment i ndarjes, sa më shumë besoj të ta kujton kthimin, pas kësaj ndarje. Qysh u ndjeve kur, do të thonë, se nuk është e lehtë, pavarësisht rolit edhe besimit edhe detyrës me përgjegjësinë 100% që keni bë. Ti thuash fëmijëve edhe pra familjes të përshëndetesh me ta, besoj në zemrën tonë, ajo duhet të jetë ty në ato sekonda disa herë. Çysh e ke përjetu? Tash, kur kthehet njëri mbrapa i shiqon situatën e atëhershme, dalja për jashtë ka qenë një aqëzimt, koha sa thoja si i vikera vdekje çdo rrugicës. Edhe qatë që ka qenë, një mirë po, unë e pa ta vendosë me shku aty, të aj, me qenë se e rëthu me shpje me polici, me ushtarë aty, majtën aty, halakatën që shë kanë përsi ata dhe prezidenti më kishte pa për litarë aty, dhe thë qire Lezi pas ka ardhë. Po ata, mas një koha lipa me shku, thash unë je marrë këtu, se këtu konvenone, thash ju thash një të paftumi një orë këtu. Atëre, pyetën dikën në telefon, ku ta di unë, dhe më tha një do shmo këthy. Pas të u ktheva, pet një të rrugë u ktheva, ku u këthy të poshtë, bile kom të kuë, kemi thonë fazli qeli, më thonë, baba i bato në gjithë. I kom zati të rrugë, i tregova qëtu. Edhe u ktheva në shtëpi, kur edhe ktheva në shtëpi, nëse kuptohet ai ndër, po mirë, po nuk zgjati shumë ai far kur veç unë isha për jashtë kova me këshyn diçka me vlenë në një bukë, diçka erdhe policia me më arrestutën që kjo pejnojtë, babi më sajde në shtëpi, të një rrugicave në Prishtinë, poshtë natë. Kujtime përzime, të një fëmijërie as pak të drejtë për mënyrën se si duhet të rriten edhe që kur të vinë një moshë madhore ti të kenë diçka të bukur për të kujtu, po fundja kjo neve si gjenerata edhe si popull nga ka po me qenë këta që jemi sot, besoj shumë. Me qenë ma të fort, po janë trauma që ngelin. Po prapë situata ka qenë, aja fati gjeneratave tona ka qenë, ajna jemi pajtu me atë fatë mirësisht sot jemi ku jemi, po fëmijëve tonë s'muj mjau dëshiru diçka t'ilë, edhe pse sot përrisin fëmijë në shtatë teknologjisë, edhe nuk e kanë asë një problem që i rrethon se na tu e pa vetën është ta probleme që i kemi pas, mundohemi këtyne mja u eliminu krejt, e ta që më të e pyt vetën apo bojmë mirë, apo bojmë keq, po koha, dilema e shekullën. Kur e pa Elmira vetën gati që të kyqet në politik, edhe a është konsultu me ty, ata ka marrë mendimin, apo ka qenë edhe si e... Jo. Si me thanë, si e ditun kjo punë? Njësa ka qenë për, ku të tërgova ma herët, njësa ka qenë për shkollës, klasës e parë gjimnazit Gjevdedota. Po. Aty angazhimi ty nëse atër ka qenë i gjithë përfshirës. Nuk ka qenë veç, si që Ceko dhe Ema nona që u angazhu me forumin e gru, sepse kishte shumë tiku nga Drenica, do imi sistemudika, forumi i gru, së më bërke me atë problematik, me shku me gjithë shpijat, me i vendos, edhe kjo atëherë u angazhu aty, edhe kjo në formën e vetë, me ata shok, ishin me bo diçka në formën rinore.
pe ati rrugtimit ka nisë kjo. Mirë po, pastaj pjekën e kryerja fakultetit, magistratura, pastaj Çfarë këshilla i keni dhënë? A bën mend vetën kështu të ndonjë këshill? Jo, ne kemi pas një privilegj në shtëpi, nuk kemi pas një farë lloj patriarkatin shpikur në familje, edhe pse të gjyshën e mojmen, edhe në atë kos kemi pas. Kemi qenë si familje malësorë, se në malësi të malësorë nuk ka. S'ka ekzistu patriarkati, fare. Absolutisht. Mirë po shkollimi dhe këto e ka zgjedh vetë, edhe unë ja ku mbështet, si unë, sikur edhe bashkëshortja. Edhe ka zgjedh vetë rrugtimin. Inkuadrimi aty ka qenë, sepse në lagjen tonë aty, i kemi pas disa, kuptohet figura ime ka qenë një konkret, edhe një ditë për ditë aty në mbledhjen thënë, kem dëshirë me në ardhë dhe ju, me në bashka gjithë neve, më thiren mu, praktikisht, thash, fandesim për respektin, thash po unë u sugjeroj vojzën time. A deshme me të thonë, për na vike kesh piteje. Ka dash me ju? Me gjithë, ku njuja, si po temë e kryetari, i në mbjekë. Po gjithçka e natyrshme. E pashmangshme. Absolutisht. Pashmangshme edhe ka rrjedh, po, vetveti. Edhe aty ka një hapat e parë në ndegën e Bregu Dillit, edhe ka SP aty në ndegë, nga në ndegë, antare kryesis, kryetare këtë fundit kryetare e forumit Gruz dhe Ekstret, nën kryetare dhe Ekstret, antare kryesis qendrore. I të sa dush veç edhe punësh. Edhe kështu tashi, kjo në tashi sa është ajo e vështirë si nonë, se nëshë kur je e pamartuar, ose i pamartuar, nëshë kur je familjar, ke fëmi, edhe tona të angazhim. Edhe tona e angazhim. Po, gratë munden, e kanë dëshmuar për herë. Na si prind e kemi mbështet edhe vlau, edhe motra atje, sa kam vje për Amerike. Tha edhe unë po bëj lobi për votrën teme, e mbështetën e ka pas maksimale, po atashe votu, si tjenë votu, se nga një herë dëshpërohesh në vota, po nga një herë dhe gëzohesh. Këto e kam, këto ka jeta vetë, jo veç politika. Të ka dalë më ndryshe, ose të qenurit nga brenda dhe me kalimin e viteve, se e tham pak si me shaka në fillim, sidomos viteve të fundit, jemi në një gjendje as pak stabile në aspektin politik në vend dhe të institucioneve. Duket më ndryshe nga brenda, pra si e ke pa vetën, sa andjesh do njëherë në siklet që s'po mundesh me bërë ma tepër? Po, kjo është qajo përditshmëria, do me thonë politika nuk është veç go zgjedhjeve, ose nuk është me shërby veç me një kohë caktuar, çdo ditë është. Çdo ditë, sikur familja, njëjtë është nëse dënë me pas për kushtim. Po fikse the jemi me një kohë që pa kohë. Po ma mërmenja që njerëz jo duhën janë të e bo këto. Jo pse tash unë i përkas një partije politike dhe e qoj orientimin atje, absolut jo, sepse gjitha partitë i kanë ato drejta. O sot po shihet ku jemi, sot po shihemi ku jemi, i kemi majtë 4 zgjedhje mbrana vitit, që nuk e di ku kemi dash, çka kemi dash me tregu, se jemi të fortë, se mundemi, se çka. Politika është artismundshme, se ashtu edhe quhet, por për kushtimin du të me pas maksimale dhe du të me pas pahile. Në fund ditës, më thoi shumë, po është interes, po s'është interes personal. Nëse na mbrim vetëm këto me largu interesin personal prej asaj që e bën baza ditore, jo vetëm ndë njëherë, atër kemi me pa që ka me pas se cili prej nërë sukses, edhe se cili mënyrën e vetë ka me dha një kontribut. Du të me largu që të keqen, ose qëto me zveti për qarjet, në fund ditës, nëse jemi të kontribu krejt për të njëjtin vend. Nuk e kemi 2 vende edhe për të njëjtin vend. Dikush shumë, dikush ma pak, peshore s'kem për me peshu kush ma shumë e kush ma pak, po në fund ditës duhemi më ullë, me diskutu si njerës të pjekun të rritun. Na du të me tregu mas pari kulturë edhe të bashkëpunimit, kulturë edhe të fjallëve, sa të shprejeve, një kryeministri joni delli, thët, për shambull gjysës votuzve, jeni hajvana. Pavarësisht që po amnestohet, se s'ju ka thonë, po ajo fjallë ka dalë, se cili e ka marrë ato personale. Kjo nuk është në rregull. Zoti hyshëm politikës, zoti Elez tha
të qenurit edhe me plot angazhime, për pos në punë, edhe ana familjare e do atë kohën e vetë edhe e do për kushtimin e vetë. Ju jeni edhe nane 3 fëmijëve. Nuk e di, ke bodasëm shtu me ceremoni, ta pys pak për ditën e dasmës, si e ndje kur u bë Elmira Nuse? Kënaqësi njeri unë, po thëmë, i vetë mjo prindi që dënë me pa fëmijën manel se vetën. Po brana mundësive që gjithmonë ka qenë se atëre sa ishim mas luftë, alas ishim rrimë kom sa duhet në mënyrë ekonomike, mi që të kemi bo një ceremoni modeste. A i dhe ndo një këshill për jetën? Jo, ka qenë kjo e pjeku në qëtë sa nuk e pas, kjo, ta du me livdu pak ma shumë. E meriton. Kjo ka pas prej mosës shumë të vogël, ka pas një pjekuni tjerë zakonshme. Edhe kjo ka mojë gjithmonë e ka esë për parmat, pjekuni, kjo ka arrit, tërna i ka arrit. Tërna sinimet e veta i ka arrit. Më thonë, na veç qa ke mujtë veç mja hasë një mërkuptim. I kanë gja prindve, kështu i bjën, se s'ka pas ka medalë. Kështu që ajo ka qenë i ditë e jemi e jeshtë zakonshme me kësime i masë, fëmiju i pore, dhe. Ajo njën edhe prindin, njën pak ma nyshe. Tashi, dhe nuk e këshyri shumë sa mesën e vogël. E po e dita që kemi medalte, dita Sa se... mesën e vogël, ma ta smuj, pa ta smuj heq. Me qenë se dhe ju, në atje në Amerikë, kom 4 mesa e një nip, atje po këto kom diqysh mangar shpirtit. Ma të veçantën, a? Ma të veçantën mangar shpirtit. Po që qenë me dorë, e tillë është ajo. E vërtet, janë disa fëmijë që nuk flasin hiç e son kur gjo, po ta marrin zemrën veç me një shikeme. Janë ata rrinë shumë një jetë kur të rriten. Elmira, në momentin që u bure non, se gjithmonë thonë, është edhe kjo shprehja që në fakt prindit tanë, kur jemi duke u rrit, na thonë e kupton ti vetë kur të bohesh prenda, edhe të gjithë kur e gëzojnë këto epitet, më pas se shohin jetën më ndryshe. Sa ka ndiku të këty, edhe në raportin me prindrit tu, edhe të qenurit vetë si grua, si e ke përjetu? Po, është një pjesë që s'mundësh me fjallë as me përshkru, se do këtë si një seriali shkurt, edhe vazhdojnë. Nuk e di, normal që na prindve ka njerë jau kemi këthy fjallën. Si gjdo adoleshent moshën, në qatë moshë, do me thonë që to fazat që tash s'po na përfundojnë kur, po kur fëmijët e mi, për shembull, mu ma kanë këthy fjallën, ose ma kthejnë dojherë shoh që so kanë mujtë këta mu lëndu prej nesh. Do me thonë, mirë është që gjithkush e kupton me kalimin e kohës. Po, tash nuk ka gjama të mirë se me përjetu, për shembull, me u bo prind. Tash këtë rast me u bo nane. Dhe unë jam nane 3 fëmijëve, 2 djemve dhe 1 vajze, po andre kom pas me pas vajzën. Pavarësisht që djemt i madhi është 16. Pra dhe për ty që ka e veçanta e shpisa. Edhe vajza i ka 10 vjetë diferencë me djemë. Do me thonë, ka linë pandemi dhe tani tash e kem taman që ashtu të privilegjumë në shpisë, që të thotë babi. E vogla e shpisë, sheqeri, Po. Edhe diqysh tash pesha që ka njëherë në shta dhe me djemë kom qenë shumë a rept ose ma strikte në shumë gjana, e me këto vrej që nuk e kom qatë tempo dhe nuk po mëj me amajt. Edhe tash djemë po më gjykoj, nana, e din të atëherë me neve që a ke bo, tash kjo krejt diçka një farlirije tjetër, po besëm nuk po kam as shpjegim ka shisaj. Po shumë e mirë, nuk është diçka, po fëmijët prapë shohin, analizojnë edhe na gjykojnë, e kanë na drejt. Leja gjyshit vajet. Po e kemi lasdru krejt, se së është puna veç të gjyshe, ajo kur shkon të gjyshe i rrenë në shpi, në kra. Edhe na tjerë du të me mbyllë gojnë, më ka ra rasti pa qenë edhe vajza, me djemë sa ata në mosh vetëm një vjet i kanë diferencë, kom shku të babi e të nana të dera, më kanë thonë, hajti del pje një kafe, ata këta i kanë shtim rena, të isha, wow, unë e po dalë, po mloj një ashtë për këta dy, do me thonë është ajo dashunia që unë sot s'muj me përshkru, po të njëjtin rast nëse kom fatin mu bo gjyshe, gana në komunie, dhe nësi këta. Në rast e pilet thuhet që duhen më shumë se vetë fëmijët e tu, nuk e di se sa është. është tash një kry tjetër, ajo nuk diskutohet. Po kanë ko me u marrë. Ke fjallën për një pën e mesën, e? Po. E tash e kofort e ka një thonje të shkërqyshme.
është mjalti i mjaltës. Mjalti i mjaltës, po e kam dëgju, edhe qëndron shumë. Jam krejt në fund edhe do t'ju pyes pak kështu një pyetje të njëjtë për të dy. Për çka i falenderoheni më së shumti njëri tjetrit? Zotë Elaz. Falenderim, kisha me qujtë krenari që s'do të harroj kur arritit e soja, sukset e soja, shkollimit edhe të avansimit, edhe në shkollë, edhe në politikë. Kjo më bon krenar ditë natë. Që kisha me dashtë edhe prind tjerë që kanë fëmijë të këti rukëtimi të ndinë vetën njësoj si kur ndi unë. Je shumë e fatë. Pa diskutim. Elmira? Po, kisha mi u drejtu me një faleminderit që jam unë kjo që jam. Asa e bukur. Shumë e bukur. E shkurt, e qartë, gjithë përfshirëse dhe që normalisht i takon edhe nanës, bashkëshortës tuaj, që të mos, se nëse po na sheh mos të runa se për në meritat janë të barabata mos më shumë. Roli kryesor. Jo mas më shumë, po shtylla shpisa gruja. Shpisa, gruja është shtylla shpis. Nga njëherë përpara në malësi përdorët që prinin e kemi thonë moshkull i shpis, a i rëqë musafir shumë herë. A gruja është shtylla shpis. Në veçanti, Misadja, gruja jonë, nëna e emës, është shtylla jonë, që nga ka bajtë. Shëndesim shumë, atë dhe të gjitha nëna, gjithë familjen e juj, duke ju falenderu shumë që marrë dhe sot në këtë intervjues shumë të veçantë, për mu ishte shumë knatësi, të ju kem në këtë dimenzion, flasim për raportin e juj, për familjen e juj dhe të jeni edhe një shembull për raportin që keni. Knatësi që ju kisha. Faleminderit shumë, knatësi edhe jona. Meq, ju falemderit edhe juve që gjithmonë jeni bashkë me mua në bisedat që zhvilloj me të ftuarit e mi, po ju lëm me pak marketing, kthehem në pjesë të dytë.